Ministri i Jashtëm izraelit Avigdor Lieberman po qëndron në Tiranë në një vizitë të rrallë, pasi kjo është hera e parë pas 17 vjetësh që një ministër i jashtëm i Izraelit viziton Shqipërinë. Marrëdhëniet me dy vendeve u konsideruan nga të dy shefat e diplomacisë si shumë të mira, dhe siç tha zoti Lieberman, kjo është për shkak se Shqipëria dhe Izraeli kanë qëndrime të njëjta për pothuajse të gjitha çështjet më të rëndësishme ndërkombëtare. Por për një nga çështjet më të nxehta ndërkombëtare, kërkesën eventuale të autoritetit palestinez për të njohur si shtet i pavarur, as Avigdor Lieberman as Edmond Haxhinasto nuk e përmendën në deklaratat e tyre në Tiranë. Sipas medias izraelite, përveç qëllimit për të prezantuar mundësitë e investimit tek biznesi izraelit, ministri i jashtëm Lieberman ka ndërmarrë turi nëpër disa shtete europiane, përfshirë dhe Shqipërinë, për të siguruar sa më shumë vota kundër kërkesës së palestinezëve për pavarësi. Kërkesë e cila pritet të depozitohet dhe të hidhet në votim në shtator në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nuk dihet ende çfarë qëndrimi do të mbajë Shqipëria në këtë çështje të nxehtë ndërkombëtare, por e sigurt është se ajo votën e saj nuk do ta këmbejë me një hnjoje të Kosovës nga ana e Izraelit. Shefi i diplomacisë izraelite duke uruar që në të ardhmen rajoni i Lindjes së Mesme të bëhet po kaq paqësor sa rajoni i Ballkanit, bëri të qartë qëndrimin e vendit të tij për Kosovën. Më do të them që kjo është një çështje sensitive për shumë arsye. Prandaj unë shkurt do të thoja që ne mund ta njohim atë pasi të njohur në fillim nga Spanja, nga Greqia, nga Kipro. Pra më lejoni ta theksoj edhe një herë që kjo është një çështje shumë e ndjeshme, është një çështje për më tepër në rajonin ton shpërthys, pra eksploziv. Por gjithsesi unë mendoj se këto probleme mund të zgjidhen në mënyrë paqësore. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Shqipëria historikisht, por edhe kur Kosova shpalli pavarësi në mënyrë të njanshme, tha se ky ishte një rast sui generis, pra unik, që nuk ngjan me asnjë shtet tjetër. Kështu që nga ky këndvështrim vota e Shqipërisë në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara mund mos jetë përcaktuese për territoret palestineze, por gjithsesi është shumë interesante.